ndaj njerëzve që raportojnë mundet me pas gjuhëti të shtrigave, e cila është të ndodhur. Kreshnik, për te mas pari, apo na shpjegon roli i jot të reporterit pa kufin, korrespondent për Kosovën. Unë jam korrespondent që dërgoj rastet të cilat ndodhin incidentet dhe i raportoj atje për me qenë në reporterit pa kufi të informuar. Pra, që sa vjetë e incident, jam që nëse nuk ka bëj që 3 vite dhe shuj nga një raport shkurt çdo herë kur ndodh një sulm ndaj gazetarit ose një kërcënim i tillë, i njoftoj organizatën atje për gjendjen se çush është në Kosovë dhe çka ka ndodhur realisht, gjithmonë duke respektu standardet e verifikimit të fakteve dhe të kontrollimit të secilit informacion në detaje. Pra, nuk mundet me shku një informacion që dikush ka pretendu që është kërcënuar në fakt ka qenë diçka e pavërtet, mirë po verifikohen, merren gjitha burimet dhe vazhdon raporti me shku. Mirë, a bëhet rangimi në bazë të kërcënimeve që i çon te apo çush bëhet? Çka mirret parasysh? Kallzona pak më shumë për metodologji. Merren pyetësort, merren raportet të cilat kanë shku, merren një varg elementesh tjera të cilat ekipi atje i ka për me mbri. Çka janë këta pyetësort? Sa veta përgjigjen a e dim? Unë nuk e di, për shkak se ajo vazhdon me qenë sekret për krejt vendet e botës, për shkak se reporterët pa kufi në metodologjinë e vetë dinë që ndaj njerëzve që raportojnë mundet me pas gjuhëti të shtrigave, e cila është të ndodhur për momentin në Kosovë. As muj me pas numrin, mostrën, sa po tash ideja është që në Kosovë është u synu Mundzi Rama, në Kosovë është u synu mu ditë kush ka raportuar dhe çka ka bë. Se kanë menu kretë që unë i kom dërgu, kështu që mirë që po dihet që e korrespondent. Korrespondenti dërgon. A ti ke dërgu pyetësort këtu? Jo, korrespondent. Pyetësort i dërgon vetrës së vet. Në çdo hulumtim shkencor, Kreshnik Nalo, çdo hulumtim shkencor apo hulumtim të një organizate e lypin mostrën. Nuk është jo fair me kërku mostrën në bazë sa intervistave është i bazuar rangimi. Pra, ata kanë një metodologji e cila konstaton që duhet me qenë profesionist të mediave të pavarur të cilët ata i zgjedhin dhe i vetojnë vetë cilët kanë me qenë aty.